Në harkun kohor të 24 orëve, kushtet atmosferike në vendin tonë kanë njohur një ndryshim 180 gradë. Pjesë të ndryshme të vendit tonë, kryesisht në zonat malore, kanë njohur rreshje të dendura bore, çka kanë sjellë edhe bllokim të rrugëve. Situata më e rëndë paraqitet në rrugën e Arbrit, ku për shkak të terrenit të vështirë, rreshjet e borës kanë bllokuar qarkullimin, teksa një pjesë e madhe e automjetëve lëviznin të pajisur vetëm me goma dimri. Mospajisja e automjeteve me zinxhir ka bërë që ato të bllokohen në rrugë, duke shkaktuar trafik dhe kaos në rrugën e Arbrit. Nga ana tjetër mungon interesimin nga autoritetet, teksa njëherësh mungojnë edhe borpastrueset. Qytetarë të bllokuar në këtë aks rrugor u bëjnë thirrje autoritetit rrugor shqiptar që të dërgojnë borpastruese për të bërë të mundur hapjen e këtij aksi rrugor dhe qarkullimin normal të automjeteve, si dhe hedhjen e kripës në rrugë.